gjejmë diferencën dhe shumën e -7 dhe -9. Atëherë, -7 minus -9 është e barabartë me -7 plus 9. Nga më i madhi, që është 9, do zbrisni më të voglin dhe do vendosni përpara shenjën e më të madhit që është 9. Pra, plus 9 minus 7 dhe do dalë barabartë me plus 2. Të gjejmë tani shumën -7 plus -9 baraz. I mbledhim numrat sikur nuk kanë shenjë. Pra, 7 plus 9, marim 1 tek 7, ja japim 9-ës, bëhet 10, 7 mbetet 6, 10 plus 6, 16. Dhe vendosim përpara shenjën e përbashkët minus. Pra, shuma e dy numrave negativ gjendet duke i mbledhur numrat të zhveshur nga shenja dhe vendosim përpara tyre shenjën e përbashkët minus. Për t'i zbritur dy numra negativ, veprojmë në këtë mënyrë. Krahasojmë numrat pa shenjë, pra të zhveshur nga shenja, nga më i madhi zbrisni më të voglin dhe vendosni përpara përfundimin shenjën që ka numri më i madh. Pra, në rastin tonë 9 i ka shenjën pozitive, prandaj vendosim plus 2. Për çdo temë, ushtrim apo sugjerim, më shkruani në komente ose në mësuesematematike81@gmail.com. Gjithashtu mos harroni, nëse keni dëshirë të bëheni pjesë e kursit veror të matematikës, i cili zhvillohet 2 orë në javë. Faleminderit dhe mirupafshim në materiale të tjera.